Dita e 21. Krishtlindja me 9 fjalë. Sepse hiri shpëtues i Perëndis i u shfaq gjithë njerëzve. Titi 2:11. Historia e Krishtlindjes, historia e Jezusit, është historia më e bukur që bota ka pasur privilegjin të dëgjojë ndonjëherë. Sigurisht që Krishtlindja është pjesërisht e tillë për shkak të mrekullisë dhe bukurisë së saj, saqë pothuaj 1/3 e popullsisë së botës, të paktën, do ta nderoj me buzët e tyre gjatë ditëve në vazhdim. Megjithatë, ka shumë njerëz anë mban globit që nuk e kanë dëgjuar emrin e Jezusit dhe mesazhin e Ungjillit. Shumë nuk besojnë se Jezusi i rrëfimit të Krishtlindjes është me të vërtet Jezusi i historisë. Dhe shumë mendojnë se Jezusi është thjesht një rrugë mes shumë të tjerash që mund të ndjekim, ose që ka një rrugë më të mirë. Nëse duam të jemi të mirë pajisur për t'u treguar të tjerëve për Jezusin, duhet të dimë se për çfarë bën vërtet fjalë historia e Krishtlindjes. Ndonjëherë kemi 10 minuta për t'ia shpjeguar Ungjillin një fëmijë ose pjesëtarit të familjes gjatë periudhës së Krishtlindjes. Ama, herë të tjera, nuk kemi më shumë se 10 sekonda. Dhe Pali e përmbledh në mënyrë të dobishme lavdinë e historisë së Krishtlindjes në 9 fjalë në letrën e tij drejtuar Titit, sepse hiri shpëtues i Perëndis i u shfaq gjithë njerëzve. Fjala greke për u shfaq është fjala epifane, nga e cila vjen fjala epifani. Pali thot se ka ndodhur një epifani, dhe në fakt, vetë Perëndia është shfaqur plot hir për të sjellë shpëtim. Hiri i Perëndis, dashamirësia e tij e pamerituar, u shfaq kur Jezusi lindi si shpëtimtar, sepse kjo është një botë që ka nevojë për shpëtim. Ai nuk u shfaq për shkak të arritjeve tona të shkëlqyera, por për shkak të nevojës sonë të madhe. Madje edhe atë mbrëmje të parë, ndërsa foshnja Jezus flinte në grazhd, hija e kryqit tashmë kishte rënë mbi diep. Jezusi kishte një mision. Ai ishte ura mbi ujërat e trazuara të armiqësimit, zbrazëtisë, rebelimit dhe shpërfilljes sonë. Historia e Krishtlindjes është një histori e mrekullueshme, sepse është historia e Ungjillit, e lajmi të mirë të asaj që Perëndia, në mirësinë e tij të pamazë dhe të pamerituar, ka bërë për ta shpëtuar popullin e tij. Kjo është një histori e bukur, është një histori bindëse, dhe është një histori jetëndryshuese. Prandaj, pse nuk e besojnë të gjithë? E di nga përvoja që ka 4 ndjenja të përbashkëta që i pengojnë burrat dhe gratë përqafojnë hirin e Perëndis, që është shfaqur në ardhjen e birit të Perëndis. Së pari, ne nuk jemi të sinqert me veten ose me të tjerët. Ne priremi të largohemi nga pyetjet ose shqetësimet nën sipërfaqe. Vetë vlerësimi ynë mund të na bëhet fiksim. Ne duam të rritemi, jo të përulemi. Dhe sfidimi i kësaj vlere është kthyer në një nga herezitë e mëdha shoqërore të epokës sonë. Prandaj, kur Bibla flet se një individ është një rebel kundër sundimit të Perëndis, fajtor në sytë e tij dhe përballë dënimit, kjo ide nuk pranohet lehtë. Shpëtimi ka kuptim vetëm nëse vlen për ata njerëz që kanë nevojë për shpëtim. Mirë, po kjo nuk përputhet me ndjenjën tonë moderne për veten, si në thelb të mirë dhe që nësisht të aftë për t'i zgjidhur problemet tona. Së dyti, kuptimi ynë i tolerancës është shkëputur nga mënyra se si e sheh Bibla atë. Është e rëndësishme që të praktikojmë tolerancë, durim dhe dashuri, që të mund të jetojmë në paqe me ata që kundërshtojnë mendësinë tonë. Asnjëherë nuk e dim se kur mund ta përdor Perëndia mirësinë tonë për ta tërhequr dikë te vetja e tij. Mirë, po, kërkohet një kërcim gjigant për të arritur nga ajo lloj tolerance te kurtësia bashkëkohore, që sugjeron se të gjitha pikpamjet janë një lloj të vlefshme dhe se askush nuk mund të flasë me siguri në lidhje me të vërtetën apo vlerat morale absolute. Së treti, shumë prej nesh e hanë gënjeshtrën se mund ta zgjidhin vetë problemin. Ne mendojmë se mund të punojmë me Perëndin
sikur ai të jetë një partner biznesi, sikur çdo sukses varet nga të dyja palët. Ose mendojmë se do ta fitojmë favorin e tij nëpërmjet veprave tona të mira, sikur çdo arritje varet nga ne. Hiri i Perëndisë ju shfaq. Nuk do të ketë pikë kuptimi për ata që mbështeten në përpjekjet e tyre dhe jo në mirësinë e tij. Së katërti, ne gabimisht mendojmë se Perëndia do të na falë, sepse kjo është puna e tij. Të ushqyer në kohën e Krishtlindjes, nga sentimentalizmi dhe nga fakti që babagjyshi vjen gjithmonë me dhurata, sado i keq të ketë qenë një fëmijë, ne përqafojmë idenë, ndoshta pa vedije, se Perëndia është i detyruar të na dojë dhe të na pranojë. Falja është çfarë ai bën. Mirë po, edhe pse falja ofrohet si dhuratë, ajo duhet pranuar. Perëndia nuk kërkon gjë tjetër, vetë se të pranojmë se kush është ai dhe kush jemi ne. Dhe për rrjedhoj, kush duhet i marrë vendimet në jetën tonë, që ne duhet të pendohemi. Nëse mbajmë sundimtarin ton të ligjshëm larg jetës sonë, ne nuk mund ta marrim faljen në duar tona. Prandaj, kjo është arsyeja pse Ungjilli i Krishtlindjes është kaq i mrekullueshëm, e megjithatë kaq i refuzuar. Prap se prap, ka shpresë për të katër këto grupe. Ne kemi gëzimin dhe privilegjin që të jemi në gjendje të themi njerëzve rreth nesh: ekziston dikush që vdiq për ty, pjesërisht për të treguar se sa shumë vlerë ke për të. Një ndjesi vlere të cilën nuk mund ta krijosh dot kurrë nga vetja, e cila gjendet në të qenët i përulur. Ekziston dikush që ka thënë dhe e ka vërtetuar që ai është udha e vërteta dhe jeta, i cili sjell përgjigje për të gjitha pyetjet e mëdha të jetës sonë dhe si rrjedhim na jep paqe teksa marrim vendimet tona më të mëdha. Ekziston dikush që ka thënë u krye, teksa e përfundoi punën që vetëm ai mund ta bënte. Prandaj, nuk e nevojë të pyesësh veten nëse ke bërë mjaftueshëm për Perëndin, duke i shpëtuar kështu krenarisë dhe ankthit. Ekziston dikush që u ka ofruar falje të gjithëve. Nëse do të rrëfej me gojën tonë dhe të besoj me zemrën tonë se ai është Zoti i ringjallur i të gjithëve, përfshir këtu edhe jetën tonë. Askush nuk do ta kuptoj gëzimin e Krishtlindjes, derisa të kuptoj domosdoshmërinë e Krishtlindjes. Hiri i Perëndisë u shfaq dhe u sjell shpëtim të gjithë njerëzve. Ndoshta do të jetë dikush sot ose gjatë javës së ardhshme, përjetësia e të cilit mund të ndryshohet nga ato 10 sekonda që do të duhen për t'i treguar të vërtetën e Krishtlindjes. Për reflektim. Për kë do të lutesh që të kesh një mundësi për t'i treguar këtë përmbledhje të Ungjillit me 9 fjalë gjatë javës në vazhdim, me cilën nga 4 arsyet për refuzimin e Ungjillit, mendon se ka më tepër gjasa të jetë duke u përleshur ai person, dhe si mund ta ndihmosh që ta rimendoj këtë? Sa fort të jetë shkëlqejnë, si në këtë natë, shpëtimtari u li. Shumë gjatë kjo botë, në mëkatet po tretej, por ai u shfaq që t'i jap shpirtit vlerë. Kjo reze shprese ku bota gëzohet si një mëngjesi, riu lind atje. Vini në gjuhë
zërat e engjëjve, o natë e shenjtë, o natë kur Krishti u lind, o natë e shenjtë, o natë e shenjtë, prirë nga dritat që butësisht shkëlqen, me zemrat plot prandje pit qëndroj, tek i udhëheq dritet të mblityll, nga lindja larg afrohen dietar, në grashtin e thjeshtë mbreti mbretërve, për sprovat tona lindi mik të jetë, nevojën tonë, dobësit na i një mirë, jam mbreti yt, bjerë përmbys para ti, jam mbreti yt, bjerë përmbys para ti. Ai na tha, ta duam njëri tjetrin, se dashuria është ligji i tij. Prangat e skllavërisë ai do të kpusë, në emrin e tij e gjithë